SPAK ka vendosur në sit pasurinë jo vetëm të personave me të kaluar të errët, por edhe pasurinë e politikanëve shqiptar. Në sitën e SPAK-ut ka kaluar dhe Jam Arbër Maltezi, dhëndri i liderit demokrat Sali Berisha. Së fundmi, Maltezi u drejtua gjykatës që t'i lërojë të gjitha pronat që i ka sekuestruar, por gjykata nuk ka pranuar t'ia rikthejë pronat dhëndrit të Berishës. Ajo që shihet qartë nga pronat që SPAK i ka bllokuar Jam Arbër Maltezit është fakti se ai ka prona jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, për të mos folur më pas për mijëra metra katror tokë në shumë qytete të Shqipërisë. SPAK ka sekuestruar shtëpinë që ka dhëndri i Berishës në Belgjik dhe shtëpinë që ka mbesa e tij në Holland. Argita Berisha, së bashku me bashkëshortin, ka në emër të tyre mbi 30 apartamente, 10 dyqane, një vilë në gjirin e Lalësit dhe 10 garazhe. Në Berat, Cerrik dhe Tiranë, Argita Berisha me bashkëshortin rezulton të ketë mijëra metra katror truall në emrin e tyre, por ajo që bie më shumë në sy është edhe pasuria e Shkëlqen Berishës. Ai ka një tokë ar 6.000 metra katror, truall 14.000 metra katror dhe 5.000 metra katror godin në Gërdec, me vlerë 1.8 milion euro, plus fabrikën e boronicave me vlerë 1.9 milion euro. Këto prona Shkëlqen Berisha i ka në Gërdec. Familja Berisha ka mbi 50 pasuri që për momentin SPAK ja ka sekuestruar dhe ka rrëzuar vendimin për lirimin e tyre. E teksa kjo pasuri është e paimagjinueshme për një familje mesatare shqiptare, temë debati tashmë është bërë fakti që duhen bërë publike pasuritë e të gjithë politikanëve në Shqipëri dhe në qoftë se të majt ose të djathtë kanë fituar padrejtisht këto prona, duhet t'i sekuestrohen dhe t'i kthehen shtetit ose qytetarëve.